Përdorimi i inteligjencës artificiale AI po detyron shumë sektor të ndryshojnë shpejt dhe blerjet nuk bëjnë përjashtim. 1/4 e konsumatorëve përdorën mjetet e blerjeve me AI në 2025 dhe 31% planifikojnë t'i përdorin në të ardhmen. Kështu raporton kompania IT Capgemini. Në praktik, konsumatorët mund të përdorin AI në mënyra të ndryshme, të blejnë drejt për drejt përmes chatbotëve, të marrin këshilla nga algoritmet ose të lejojnë një asistent virtual të bëjë blerje për ta. Vitin e kaluar, OpenAI njoftoi se përdoruesit në SBA mund të blini produkte nga Etsy, Shopify dhe Walmart përmes ChatGPT. Sipas Capgemini, 63% e konsumatorëve duan që AI të ofrojë përmbajtje të personalizuar shumë për blerjet e tyre, por shqetësimi rreth përdorimit të informacionit personal mbetet të larta. 71% e të anketuarve janë të shqetësuar se si AI mund të përdorë të dhënat e tyre. Gjithashtu ndihma njerëzore mbetet e rëndësishme. 63% e konsumatorëve vlerësojnë asistencën njerëzore gjatë blerjes. Për të pasur sukses me AI, kompanitë duhet të sigurojnë të dhëna të sakta dhe të përdisuara vazhdimisht, të pasura me informacione mbi produkte që AI mund t'i kuptojë dhe të rekomandojë ato në kohë reale. Suksesi i blerjeve me chatbot varet edhe nga reklamat. Nëse asistenti AI është plot me reklama, konsumatorët mund të humbasin besimin tek rekomandimet e tij. Market që dallohen ofrojnë përvoja të ndryshme blerjeje. Disa përdorrues duan të eksplorojnë vetë, të tjerë preferojnë këshilla hapasapi. Disa funksione të reja përfshin promovimi virtual të rrobave ose këshilltar të veshjeve me AI.